Se I pyshet me t'i kom gënjë, t'i kom pjam i t'i tjetër, të një të basur. Ka që gori kapën do vitë për përhitë një nga bere në mëtë sukses në bjurë të fundit. Luis Diaz. I vetëm e sportjeno në të rëve në atë parabur të bje portjene atë jarës. Në gjithë shumë. Në jetë në një parë në një dhe zotë një këto një absolut. Në të që në të vitë i bërë fjamëri nga në sama gjish. Në pari hojnë. Asë të 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 fashtish, sama gjish në në vjetë. Në ka të të që në vjetë në dy pari të të balët në të avre në dhe në qërë finali. Në këtë fush, edhe me këta qanë të gjithë se e tyre të falë. E një që i nuk është shumë gjatë, por që i nuk është një metre në pjesë. Jana e skuadrës së Arnes Lok, që do të kishte një mundësime Sala, por Çakër ndaj është fort, është do të bëhet një skuadrë të tipë se ka mëdura Çakër nga Saraj. Në që që Liverpoolit të dojë trit të njerë dhe do ziti 6 meter por Saraj Çakër për në përrit. Skuadrë të një dojë me laçën nga pjesë krosa, s'kishte asnjëri në dorë. S'kishte bosh. Unë tani unë me pjesë krosa. E zakonshme, kur fund e në poshti, portieri Çakër që deri në ato momente kishte dalë në shkurt në partisë me Sala dhe preu kopën që zgjidhë do Çakër Edhe kur ta ketë lënë që do të shkonte edhe pranë në kurit 5 Liverpooli, por Sala dhe tentativa e Salas staftuar në tavers. Smite pakët në të sezon Puta madre. Rasti tjetër që në një për dali nga Çakër dhe ekipi tjetër. Çakëri jo. Do të thonë gravë me Çakër, do të thonë Çakër. Ata zonë do të shkojnë fjora, do të jenë Çakër. Të përpyesë hundin 2-5 në Madrid dhe kaloi që në vitin 2010 në përsi me Randall Colomani pas forcimit të Batiste, por do të përgjigje në pjesën e dytë skuadra e Atleticos se në pjesën e parë Xavi Simons pati shansin për shkuar të dytë. Në tjetër mundësi nga në skuadrës Tottenhamit në tentativë të tërë, por Çaj gjudje ka. Portierin Hoplas Peksanan tjetër në saktë Vicario për të tentativa të Atleticos në jatë Vicario në dali tot golin e parazimit Çerli me Alvarez në Sa forte gjuje. Gjuje rrëm. Një gol që do të mund topi fare i në drejtë. Poi doli pa portën, ai e fusi brenda, ka lavë. 6-4 për Atletico.
I shtyre në një do t'i vide tobi, a edhe në fogu gjithë të Alvarez do tjetë asisti për Hamshko, shumë e kohë në shturën e parë. Gjullë e kornet, Do siguri për duke kryer përsinë 3 gola për skuadrën e Atletico Madridit në skuadra e përgjithshme në këtë mënyrë nuk do të zero 8 gola. Çfarë Simon në turimin e shtesës është shumë skuadra Si e pas gallu disa herë duke ndërtuar me Atletico që shkon në çertë do të përballet me skuadrën e Barcelonës dhe Barcelona parni Liverpool dhe Atletico i Madridit këtu jemi në fund miq dhe tendencë në bashkëngjoshje. Bën diferencë. Ti 3 gola do e bësh në ofensivë. Po. Ka më shumë teknikë ai. Sa do i dai? Ka i dai? Na, ka se kam vere. E rusi e
Milani më do shkatërruar të gjitha. Milani më makine, që pejmu, Milani pejmu. Bayern nuk fal edhe në ndeshjen e kthimit përballë skuadrës së Atalantas, ndërkohë që Tottenham jep një lampullire deri diku të gëzuarshme nga Champions League. Me këtë fitore që arriti ndaj Atleticos Madridit, ne do të fokusohemi fillimisht te suksesi i Bayernit e më pas vazhdojmë me të tjerat. Nisim bashkë, çfarë? Diferenca do parë që ndeshjen e kaluar. Ne e thamë në emisionin e parë që sot ishte më tepër një ndeshje servitore dhe për të shërbyer më shumë Harry Kane për ato rekordet e veta që vazhdon shënon. Sepse brenda fushës, si në aspektin teknik apo taktik apo fizik, në gjithë aspektet që ka, në gjithë komponentët që ka një ndeshje futbolli, besoj që nuk kishte histori. Kishte diferenca shumë të mëdha dhe Bayerni këtë ndeshje e kishte me ndërim për ta zhvilluar, por që besoj që mendjen e ka pasur që tani tek projektuar tek Real Madrid. E vërtet. Është edhe që tani duke menduar për ndeshjen tjetër apo të Realit. Avokat, përballje ndaj Realit Madridit për Bayern, dhe themi që treta e vërteta, nëse mund ta quajmë kështu, dhe nëse e kalon edhe Realin e Madridit, mund të themi me plot gojë që Bayerni është një nga ato skuadrat më të kotuara në triumfin final, apo jo? Bayerni për mua mbetet edhe sot, do të thonë se ritari sonë nuk kanë këto me thënë veçantë. Mbetet skuadra ndoshta më favorite e Champions League, nuk dua të bëjmë më bull keq, por me Realin do të thonë një emision më vetë të folur vetëm për sepse dhe historitë dhe shumë komplikacione edhe ndoshta të natyrave të tjera, edhe gossip e gjëra të kësaj natyre kanë rreth kësaj ndeshje, sepse kjo është ndeshje kjo është finalja e Champions League. Një gossip specifik? Jo, për të gjërat që çka ka pas mbas, jo nuk i kam për lozën, domethënë për gossip administrativ, domethënë çka ka pas mbas disa vendimarrjes të arbitrave ose gjëra të kësaj natyre që nuk dua t'i besoj, sepse ndryshe sporti do të kishte kuptim, po e kam fjalën që ka shumë histori mbas kësaj ndeshje, sepse kanë qenë gjithmonë janë ato si thua solistët e parë të Champions League-s. Në këtë kuptim, kjo do jetë një përsëritje tjetër. Këtë herë, nëse mund ta them, është Bayerni pak favorit, nëse mund ta them. Nuk e di tani domethënë, por që Reali, domethënë, kjo është ndeshje, kjo është vërtet 50-50. Nuk ka. Unë ndoshta do kisha qef, ndoshta që të kalonte Bayerni, por është shumë e bukur për të parë. Shumë e bukur vërtet. Përmeti theni kokën vet e megjithatë, rreteni me këtë paraqitje që bëri por gjatë gjithë kësaj periudhe në fakt në Champions League edhe në bashkësi Atletico mbetën një skuadër që me të vërtetë duhet patur kujdes nga të gjithë kundërshtarët edhe është më tepër që do të kemi edhe një përballje të gjithë spanjolle me skuadrën e Barcelonës. Patjetër, mendoj që ka bërë një rutim të mirë. Presin sfida shumë të vështira, dhe një thashë edhe në Barcelonën aty do të jetë një sfidë shumë e fortë, sepse Barcelona ka potencial të zakonshëm aty të një eksperiencë e zakonshme në çdo kompeticion. Por shikoj një skuadër me konditor, po ecën gradualisht, nuk krijon aventura brenda ndeshjes, pavarësisht se humbin sot. Kjo ishte si pasojë e rezultatit të ndeshjes së parë, por patjetër një ndeshje shumë e mirë që do të Po shikoj një skuadër jo në një nivel siç po diskutojmë Real Bayern. Mund të jetë ka ato skuadra që këndoj që të ketë përballë do ta ketë vështirë të kalojë. E vërtet. Lirim? Se ndave. Shanse të dua. Natyrisht Barcelona është më lartë. Okej. Të ka provuar gjatë gjithë kohës në kampionatin në La Liga. Jo vetëm në këtë edicion që kryeson kampionatin, por në edicionet e tjera, në superiore. Ndeshjet e Champions janë diçka tjetër, sepse në një të ndonjë të kualifikimit. Por me forcimin e lojën e sulmuesve, sidomos para se shumë të mos në të sot, edhe titullin aty të rezultat. Nuk e di se si do të ketë profili i Barcelonës, Barcelona më sa pushoi, nuk po pushon në mënyrë. Son vola po shënon shumë më tepër se sa son. Dhe në edicionin e vjetshëm në 22 ndeshje, Barcelona ka shënuar 170 milionë.
Pra, është një makineri këllësh, prodhon dhe ka full. Një në atletikon nga zhvenjë o një këtë problem të të. Por janë një të shumë interesante, sepse do të të Faleminderit. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Paris Saint-Germain, Liverpool, Real, Bayern Muniut, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Sportingu Lisbonës. Këto janë edhe ndeshjet çerekfinale. Vazhdo të përfshihemi në 7 prill. Mos e harroni këtë datë. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na mirë. These are the very last minutes because everyone is going, so very last minutes. Oh, we're so much. 1.3. Hello, 1.3K. Yeah, I know I haven't been as much as I should on TikTok Live because I've started very late because I was trying to post on time this time, but I couldn't make it. I don't know, like I couldn't make it here for the live because like the show started in the meantime, so everything was very crazy. Yeah, everyone is leaving. Everyone leaving, trying to go home as fast as possible. As I'm noticing now, I think that I also put like the wrong, oh my god, I put the wrong time at the live, but whatever, nobody cares. I'm sorry. How often do you take and get pedicures? What a random question. Well, I'm gonna take one pretty soon, and I'm a little bit unsure about the color that I should take, so I haven't decided yet. But I think I'm gonna take one a pedicure this Friday, not tomorrow, after tomorrow. So let's see if the lady that I like has any free appointments. Okay, well, I think I'm gonna end it now because like the guys really want to close the studio lights, so I am going. I am going. Many kisses and love you.